Me ardhë nga Shlaku, me ardhë në Shkodër, pasha i zëtë si ashtë në qiell, nuk ban, ashtë ma pak se 10 kilometër. Dërsa nga Bashkia e Vodejs për me dalë në Shlak ashtë 57 kilometër. Që historikisht Shlaku ka shku me Shkodrën dhe Cukali ka shku me Shkodrën. Pra, të lutem me mlanë, shumë falë nërës. Pra që historikisht ka shku me Shkodrën, në atje në Shlak jena të prosekutum, jena, si e di, mos ma kryt nërë zotit, bre, se më rrinë hotri, se ti e në qeveri, e ti e kënë dorë me ne plëcu kushtet e me bëna i ba ma të mira ne, se unë jam fshatar atje, kam mise 200 lopë, anë fshat, atje sipër, edhe miku jam, probatini jam, ma ke heka? Ja. Okej. Probatin jam, më kollon fjallën që miru në baktit atje. E unë kam ardhë sot këtu për me folë kam në ditë në punës. Pra që jam në halë. Kur tëm jam në halë, pasha i zotë që janë qilë çdo fjallë që ta thëmë, a thëmë me nërgjegjen e traditë shqiptarit. Për arsy se farmeri në Shlak është i harru, mos mi ra dur të tjetër atje. Se pasha i zotë që janë qilë, mu nuk kam të ramet syni si jam malcur. Si ta dish. Ha? Pra, unë nuk kërkoj atë lutën marshat ligën, nuk kërkoj asi sen, vetëm rrugë, drita, ujë, asi sen tjetër, të në tjera të djenë malë, na i ka falë zoti, edhe dona me kalu me qytetin e Shkodrës, se të portë mi, kanë jetu me 1000 vjetë në Shlak, edhe nuk e kanë ditë ka i bjenë Vodejsi. Për arsysë janë marrë me Shkodrën, e nuk e di që kanë ba, ty po, me ty edhe me gëfajzë tjetër, ju rojtë zoti, po 100 vjeqe, nuk kam qa personalisht me ju, po Shlaku është i harrum. Teja, kjo arme më taku në herë mu në Shlak, që kam nejnë Shlakun, jam veti 5 me familja atje, edhe me punëtorin tem, i ka le fëmija për atë 3 mujve, e s'ka kur fardoj kushtësh, nuk ka drita i kun dritat, ashtë në halë, burri poqë. Ju falemderit. Më falë se jam i revoltum, se jam qytetari revoltum. Ju mirë kuptoj. Se jam në absolute i persekutum në Shqipnin tebe. Ju mirë kuptoj.